Parlamenti Evropian ka miratuar raportin e tij të fundit për zgjerimin e Bashkimit Evropian, ku nënvizohet se dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka arritur të prodhojë rezultate konkrete. Deputetët evropian vlerësojnë se procesi i zgjerimit mbetet një përgjigje strategjike ndaj ndryshimeve gjeopolitike dhe një investim i rëndësishëm për sigurinë dhe stabilitetin e kontinentit. Sipas raportit, dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit ka qenë pothuajse jo aktiv gjatë vitit 2025, një nga arsyet kryesore të përmendura është fakti se Kosova për një periudhë të gjatë nuk kishte një qeveri me mandat dhe kompetenca të plota, gjë që sipas raportit e bëri të pamundur zhvillimin e negociatave në mënyrë efektive dhe me perspektivë. Në dokument rikujtohet normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut mbeten elemente të kyç për rrugën europiane të Kosovës, mes detyrimeve që duhet të zotohen. Përmendet krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe kërkesa që Serbia të heqë dorë nga kundërshtimi i anëtarësimit të Kosovës në organizata rajonale dhe ndërkombëtare. Raporti thekson gjithashtu se të dyja palët duhet të shmangin veprime të njëanshme që mund të minojnë procesin e dialogut dhe të rrisin tensionet në rajon. Përveç kësaj, deputetët e Parlamentit Evropian u bën thirrje edhe 5 shtetasve anëtar të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që të rishikojnë qëndrimin e tyre dhe të lëvizin drejt njohjes. Sipas eurodeputetëve, përparimi në dialog dhe normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve mbetet thelbësor për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe për perspektivën europiane të rajonit.